Në qytetin e Kukësit, prania e qendrës e Endacak është kthyer sërish në një problem serioz për banorët. Gjatë ditëve të fundit, numri i tyre është rritur ndjeshëm, ndërsa në shumë lagje ata lëvizin në tufa duke u bërë agresiv dhe duke krijuar pasiguri tek kalimtarët, veçanërisht tek fëmijët dhe të moshuarit. Edhe pse Bashkia e Kukës ka ndërmarrë në mënyra periodike fushata për grumbullimin dhe largimin e qenve pa zot nga zonat e banuara, situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Nismat e ndërmarra kanë rezultuar afat shkurtra, ndërsa mungesa një strategjie të qëndrueshme për menaxhimin e kësaj problematike ka bërë që numri i qenve endacak të rritet çdo vit. Prania e tyre në rrugë dhe në ambientet publike përbën jo vetëm një shqetësim estetik dhe higjieno-sanitar, por edhe një rrezik potencial për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Qytetarët jashtë kamerave të Kukës Televizion kërkojnë që bashkia të ndërhyjë me masa të qëndrueshme, përfshirë ngritjen e një qendre strehimi, sterilizimin dhe vaksinimin e kafshëve, në mënyrë që ky problem të mos përsëritet çdo vit dhe qyteti të rikthejë normalitetin në hapësirat publike.